moshuar është një zonjë që sfidon temperaturat e larta të fund qershorit për të fituar ato pak të ardhura nga shitja e barishteve, disa bimëve mjekësore në anë të rrugës plot zhurmë dhe plur. E ndërsa prit që dikush të ndaloj pranë saj për të blerë diçka, në duart plot rrudha të thella të ashpra nga puna fizike, mbar një libër ku ka paqtuar vështrimin mes rreshtave të tij. Ai është libri i Zotit për nënën, që në këtë muaj Ramazani po kryen edhe sakrificën e agjërimit. Feja islame këto ka. Unë jam të lexu Koran, nuk jam të lexu libra thjeshta, me fjalë. Po. E kështu që ne agjërojmë, unë gjatë muajit Ramazanit vazhdimisht lexoj Koran. Sikur i nohem kur kap Koranin me dorë. Nëpërmjet leximit e ulur mbi një stol, ajo sfidon frikën e një aksioni të mundshëm të autoriteteve për ta larguar nga ky cep trotuari si një tregtare ambulante. Si s'nalojnë policat, nuk ka puna çfarë. Si u shkojnë shitjet në përgjithësi? Lejnë qytetarët? Ka pak, po bereqaves më thonë se nuk ka njerëzit lek. Po i mbillni vetë apo funksioni? Jo, ka ndalë këtë toka, jo, unë zbrej asgjë. Shes qumshin e gocës, e ne, to që ka gjora i marra të ke kopsh. Quhet Dije Çela, udhëton çdo ditë nga Lundra, një zonë disa kilometra larg Tiranës. Largohet nga tregu rreth orës 13, kur vapa është e padurueshme dhe blerësit shmangin pikun për të mbyllur në shtëpi. Nëse ka qenë një ditë e suksesshme, ato paraqen në banesën e saj, në familjen e madhe me 6 fëmijë. Nëse jo, është ditë humbje. Barishtet e mbetura nuk mund të tregtohen të thara të nesërmen. Unë jam Lundër, po jam elbasanse, nuk jam tiranës. Familja e vajzërisë së saj nuk ishte praktikante besimit islam, as ajo vetë. Por martesa me një muslimane udhëzoi drejt rrugës së besimit. Kjo është arsyeja që 61 vjeçaria lexon Kuranin. Nëndia thotë se leximi i librit të shenjtë qetëson shpirtrat në një kohë lutje e agjërimi gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Tu kam 6 fëmijë, kam 4 vajza, 2 djem. I kam 2 vajza i kam të mullume me shami, 2 kam pa shami. E ne nusën e madhe e kam të mullume. Të gjithë fëmijët ne kemi fen islame në burri, gjithë fisi burrit janë islam. Nga ata jam kryu, unë kam qenë familje jo besimtar me thelb, besimtar, po besimtar të dobët. Ndihet e ndrotur teksa intervistohet, pasi tregtarët pranë i kanë thënë që fotot të saj janë publikuar në rrjetet sociale. Më tha djej që unë aty ka me ceja, ta nënat kanë qëtë në Facebook, që më ka s'kanë fundëj. Nuk më erdhi mirë, nuk më erdhi mirë. Si kundër ne, ka dhe mjaft kalimtar të tjerë të cilët impresionohen për leximin me orë të zgjatura të ditës, madje ndalen për të vlerësuar punën. Të është një gru, zonj, nuk ka gru më të mirë se kjo. Të gjithë tregun. Ato durët i ka Flori, ato durët. Meni e ndurët ja ka falë Zoti të gjitha. Prindërit edhe Zoti e kanë dhënë gjithçka saj. Kura shpirtërore në cilën kjo zonë sfidon papën dhe ndonjëherë padrejtësitë është pikërisht ky libër. Këtu ne e kryem atë të nëna e vetë, po që ajo të gëzohej e të mos pikëllohej dhe që ta dinte se premtimi i Allahut ishte i vërtetë. Por shumica e njerëzve nuk e di.